Vendosemi në Kosovë, aty ku Sipërmarrja kritikon vendimin e qeverisë Kurti për të rritur pagën minimale nga 350 në 500 euro. Sipas tyre, ky vendim është i pakonsultuar dhe mund të rrezikojë stabilitetin e tregut të punës dhe të krijojë pasiguri për komunitetin e biznesit atje. Biznesi në Kosovë shpreh shqetësimin lidhur me vendimin e qeverisë në detyrë për të rritur nga 1 janar i ardhshëm pagën minimale nga 350 në 500 euro. Sipas përfaqësuesve të biznesit, ky vendim është marrë nga një qeveri në detyrë dhe pa u konsultuar me grupet e interesit. Çdo vendim i tillë duhet të bazohet në analiza gjithëpërfshirëse të tregut të punës, produktivitetit dhe kapaciteteve reale të sektorit privat në mënyrë që të sigurohet një baraspeshje ndërmjet mirëqenies së punonjësve dhe konkurrueshmërisë së bizneseve. Vendime të tilla mund të rrezikojnë stabilitetin e tregut të punës dhe të krijojnë pasiguri për komunitetin e biznesit. Kjo nuk bëhet ashtu. Ne do të duhet të bisedonim me bizneset për rritjen e pagës minimale. Oda ekonomike e Kosovës nuk është kundër rritjes së pagës minimale, mirëpo duhet të jetë një proces transparent dhe i studiuar mirë në mënyrë që vendimi të mos dëmtojë asnjë nga palët pastaj. Ndërkohë Instituti i Kosovës për Drejtësi thekson se vendimet e fundit të politikave fiskale janë të paligjshme, pasi janë marrë nga një qeveri në detyrë, e mbi të gjitha janë elektorale pasi vinë vetëm një javë para balotazhit për pushtetin vendor.